Ambientet e bibliotekës pranë gjimnazit Sherif Hoxha në Malsinë e Madhe u mbajt një orë përkujtimore në ndër të publicistit Ndue Bacajt, një figurë e nderuar në jetën shoqërore dhe intelektuale të zonës që ndroi jetë pak kohë më parë. Aktiviteti organizuar nga zëvendëskryetari i bashkisë, zoti Sytkin Drecaj, i cili mblodhi bashk familjar, miq dhe intelektual. Ndue Bacaj ishte i njohur si një nga historianët, publicistët e studiusit më prezent në Malsinë e Madhe e Mexher, botues i një sërë veprash me karakter historik, etnografik, kulturor e studimor, për shumë nga ngjarjet dhe personalitetet më me peshë në tre vend tonë, por edhe mbar shqiptarin, duke formësuar më së miri personalitetin e tij si historian. Gjatë ceremonisë mbajtën fjalën e rastit zëvendëskryetaria e bashkisë, zonja Bruna Isufaj, poetja Mimoza Rexhvelaj, mësuesja Merita Curri dhe poeti Isuf Hebaj, të cilët ndanë me publikun kujtime, vlerësime dhe reflektime për jetën dhe veprën e të ndjerit Ndue Bacaj. Më vjen keq për jetën e tij relativisht të shkurtër, për ato vite që vuajti nga smundja, por vjen mirë që ai na ka lënë pas një pasuri të madhe, librat, dhe që jetën e tij e pati të mbushur me pasionin e tij, duke i dedikuar fakteve historike për të nxjerrë në bat të vërtetat e Malsisë së Madhe, kësaj trege të mrekullueshme që ne kemi. Ka lënë pakës prej vetes dhe çdo malsor ka lënë një gjurmë të madhe te Malsia e Madhe dhe rreshtohet shumë krenar në panteonin e vlerave të kësaj trege të madhe. Malsia është një gur që ka prodhua elitë. Elitë jo vetëm për Malsinë si zonë si tre, po për Shqipërinë edhe për mbar botën që njihet. Atëherë në kuptova që të ky njeri madhështia ishte në njohja dhe njerëzit e mëdhenj me gjithë ato që ju përmendet më përpara, gjithë paratholësit, vdesin dy herë. Një herë si njeri dhe një herë si njerëz të mëdhenj. Por vdekja atyre nuk mund të quhet vdekje totale përderisa ne kemi librat, veprat e tyre. Dhe njeriu harrohet atëherë kur ai nuk përmendet dhe ajo është vdekje totale. Ne duhet ta kujtojmë. Të një shoh dhe një miku i cili ishte dhe do të mbetet pioner i ulëmtimit të historisë së trevës Malsie e Madhe. Ai do të mbetet një rraf, një dritë nga ku ne vazhdimisht do të hedhim syt, do të përqendrohemi dhe do të marrim nga ato mendimet e tij, nga ulëmtimet e tij, të cilat ai i evokoi dhe i solli ndër libra. Nga familjarët përshëndeti të pranishmit zotit Tom Curri, i cili solli në vëmendje momente të veçanta nga jeta Ndue Bacajt, duke përshkruar atë si një njeri të përkushtuar ndaj familjes, komunitetit dhe vlerave në Malsinë e Madhe. Amaneti i Ndue Bacajt ka qenë përpara që t'i dërgonte djalin, nipin e tij e çonte babait në mri. Dhe mas atij veprimi për mua thatë marrin fundjeka. Ashtu u realizua, ashtu përfundoi dhe për ne, për gjithë ata që e kanë njohur, është një shembull i mirë që duhet merret në konsideratë. Tashmë Ndue Bacaj do të flasë përmes veprës së tij, një kontribut i shquar që i shtohet pasurisë historike dhe kulturore të trevës së tij dhe njëherësh edhe Shqipërisë.